Me prindër po presin për të hyrë dhe për të parë pamjet më të bukura të universit, diellit, detrave dhe të tokës. Krejt këto në hapësirat e Deep Space me pamjet 8K e 3D, e cila është hapur tash së fundmi në Prishtinë në kuadër të objektit të ish-gërmis, mu në zemër të kryeqytetit, duke u shndruar në një qendër të teknologjisë dhe inovacionit. Fëmijët që shikuan këto pamje shprehen të mahnitur. Bëhet fjalë për një projekt më inovativ në fushën e videoteknologjisë, i cili përveç teknologjisë së avancuar dhe inovacionit, ka një rol të rëndësishëm edukativ dhe trajnues për gjeneratat e reja, me synim krijimin e një brezi konkurrues në tregjet ndërkombëtare. Kanë shumë mirë, na kam përcjell diçka që shkon shumë interesant dhe diçka që s'kam pa. A kime orë prapë me vizitua dhe qka të pëlqen mas shumë ti këtu? Ka pëlqy që shpër ndjekshin që të pika për mas, edhe konë shumë interesant me po. Mas shumë të më përse që ke fundit, se ke, që me thonë, për kaltër. Edhe këto pikat, këto... Se më njekshin, apo? Po dhe që të interesant. Bora, më thuj, qka të pëlqej mas shumë ti? Te funda fatë shumë fika diçka e shumë shpejt me morë një forgjit diçka. Tani shumë shta me hitë diçka se u konkret shumë heshën shpejt. Kjo hapësirë nuk është vetëm për të parë, por edhe për të krijuar dhe se Deep Space 8K do ta ndryshoj mënyrën se si eksplorojmë dijen, kreativitetin dhe botën përreth nesh, thonë zyrtarët e komunës e Prishtinës. Është një ambient i ri teknologjik, kulturor, edukativ e arsimor, është një ambient një teknologjie moderne të avancume, që paraqet video dhe përmbajtje 8K, 3D, të cilat janë përmbajtje jashtëzakonisht shumë domethënëse, të cilat shërbejnë edhe për me pa botën, me pa kozmosin, edhe me mësu, mundën me shërby edhe për me pa anatomin për studentat, mundën me shërby shumë edhe për kryus të ndryshëm për me kryu përmbajtje të reja në 3D dhe në 8K. Brahashton se hapësira u jep mundësi krijuesve dhe materialeve të video 3D dhe 8K të krijojnë, testojnë dhe prezantojnë përmbajtje, ndërsa për nxënësit ofron përvoja unike mësimore, duke i afruar me konceptet si kozmosi, molekula, atomi apo neutroni përmes realitetit virtual dhe përvojave zhytëse. Nxënësit në shkollat e kryeqytetit do ta shfrytëzojnë këtë hapësirë në kuadër të aktiviteteve edukative, thonë zyrtarët e komunës e Prishtinës. Ka programe të ndryshme, ne jemi të abonuar në programe të ndryshme të NASA-s e BBC-s, të cilat i shfaqim me radhë dhe sipas kërkesave dhe sipas vizitorëve që vinë. Ka një aranzhim dhe një koordinim me shkollat, ku do të vinë nxënësat e komunës së Prishtinës, shkollave të komunës së Prishtinës, të cilët kanë qasje në oraret e tyre, kanë qasje pa pagesë në ambientet e Deep Space. Qasja nuk është vetëm për t'i mësu diçka, është edhe për t'i inspiru me shku në një zhvillim krejt tjetër dhe me qenë jashtëzakonisht shumë më përpara se konkurenca në rajone më gjerë në Evropë. Po ashtu, kjo hapësirë do t'u shërbej artistëve dhe muzikantëve për të krijuar dhe prezantuar vepra në një formë krejtësisht të re, për të një skene tradicionale. Projekti konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të arsimit në Prishtinë, duke sjellë inovacion dhe përvoja interaktive për gjeneratat e reja. Qëllimi i parë primar i këtij projekti është edukativ arsimor, t'i jep qasje rinisë tonë, t'a inspiroj rinisë tonë, t'a motivoj për me i njek ëndrat e veta dhe teknologjitë e reja, t'a bëj të konkurrueshëm në botën e sotme të inteligjencës artificiale, në botën e sotme të përmbajtjeve jashtëzakonisht voluminoze, dinamike e me efekte të ndryshme, po ashtu është edhe për vizita, thjesht për kurreshtje, është një qendër edhe e artit, ku mund të shfaqen edhe piktura të ndryshme, mund të shfaqen edhe arte të ndryshme, ose mund të krijohen edhe ambiente virtuale, si të muzeve, të galerive. Në planet e ardhshme, afat shkurtra, kemi plan që të bëjmë një 3D
simulim të shpellës së gadimes dhe të vazhdoj me 3D simulimet të tjera në të objekteve trashëgimisë kulturore dhe kulturore të Kosovës. Duke pasur parasysh potencialin afatgjat dhe ndikimin që një hapësirë e tillë mund të ketë në shoqërinë tonë, Deep Space 4K e vendos Prishtinën në hartën e qyteteve të avancuara dhe u jep të rinjve qasje në teknologji të nivelit më të lartë. Jam projektor të sofistikuar, jam projektor të teknologjisë më të lartë, projektor 8K, projektor të një qëndrueshmërie po ashtu industriale jashtëzakonisht shumë të madhe, kanë procesor të videos 3D 8K, thonë është edhe një qendër e serverave mbrapa, sisteme të rrjetit, mandej është çështja e softverave që janë për me i procesu dhe me i shfaq, me i koordinu dhe me i shfaq këto video përmbajtje në krejt këtë ambient. Ta baza e pamjeve është jashtëzakonisht e madhe, ka pamje të ndryshme, shfaqen me radhë, në tjetën kohë e trajnojmë edhe infotrainer të prezentuesit e programeve, të punës me programe edhe me vizitor. Sistemi ka edhe senzor të lëvizjes dhe ka programe të tilla që shfaqen me video përmbajtje, po që bëjnë ndërveprim, lidhin vizitorët edhe videon varësisht prej lëvizjeve që ndodhin. Ka edhe lojë për fëmijë me lëvizje. Ka edhe lojra për fëmijë që bëhen me lëvizje, varësisht prej lëvizjeve dhe prej lojrave, senzor të ndjekin e përcjellin fëmijët dhe krijohen figura ose ndiqen figura interesante. Deep Space 8K dhe 3D janë shumë të rrallë në Evropë dhe botë, ndërsa pamjet që sigurohen nga NASA dhe BBC kanë kosto, por megjithatë janë të përballueshme, thot Braha. Sa i përket Evropës, janë 4 vende momentalisht, një është në Kroaci, një në Hungari, një në Austri në Linz dhe Prishtina është e 4-ta. Kaq në Evropë. Pastaj në botë janë edhe 3-4 vende tjera, por nuk ka shumë vende që kanë këtë mundësi. Çmimi për fëmijët është 3 euro dhe për të rritur 7 euro, ndërsa për fëmijët në koordinim me shkollat hyrja është gratis. Është çdo ditë e hapur përveç të hënave është pushim, çdo ditë nuk është i ka oraret e publikuara se nuk mund të punojnë pajisjet pa ndërprerje, duhet me ndërprerje, pastaj me pastru, ka syzat 3D që janë për me pa programe 3-dimensionale, për shembull kemi një program që është i Notre Dame, kishës së famshme të Parisit, e cila është djeg në 2021 në mos gaboj. Kisha është skanu në 2019 me 3D, me laser, me gjitha pajisjet, edhe kjo përmbajtje, ky skanim është përdor për më restauru pas djegjes së kishës. E njëjta gjë, po shpresojmë që të fillojë të përdoret, edhe po punojmë që të fillojë të përdoret në Kosovë në institucione ose objekte të ndryshme trashëgimisë kulturore. Deep Space Prishtina është konceptuar si përvojë e përbashkët për të rritur familje e fëmijë, duke sjell inovacion dhe përvojat e veçanta interaktive për vizitorë që çdo ditë e më shumë rritet numri i tyre.